Banorja e Big Brother VIP Kosova 4, Alba, ka hapur zemrën me shokët e shtëpisë për jetën që bënte gjatë martesës. Ajo tregoi se të ardhurat i kontrollonte një person në familje, pasi kishte 4 kurora në shtëpi, 5 vite të zgjohesh në orën 6 të mëngjesit sepse bija në gjumë në 12 të natës. Dhe prap isha top studente. Tradita familjare po, zonjë shtëpie po, punë shtëpie po, hyrja, dalje pritje po. Shoqëria e ngushtë e tij kur më shohin me lot në sy. Kur e kam bërë daljen e parë televizive, shumë më kanë shkruar që ju mungoj kushërirët e tij. Më dhimbset vetja, tha Alba, ajo shtoi më tej se, pavarësisht kushteve materiale. Mungesa e rehatis në shtëpi është një pengesë e madhe për lumturinë. Lagja ku isha unë ishte lagja më në top form, dhe kushtet ishin. Por ti kesh të gjithë lekët e botës, po s'pate rehati në shtëpi s'vlen gjë, ndërkohë, banori tjetër, Tonej, komentoi për mënyrën se si krijohen kushtet bëhen. Biseda ndërmjet Albës dhe Tonejt vijoi duke trajtuar edhe marrëdhëniet mes gjinisë dhe financave. Sipas tyre, femrat shpesh financohen nga meshkujt duke u plotësuar preferencat seksuale, një temë që ka nxitur diskutime të shumta në shtëpinë e BBV Kosova. Alba ka zgjuar debat mes banorëve duke reflektuar mbi realitetin e brendshëm të familjeve me pamje të jashtme perfekte, por me mungesë të ngrohtësisë dhe rehatisë në jetën e përditshme.